Si rrjedhoi e punimeve për realizimin e veprës infrastrukturore të bypassit të Vlorës, i cili fillon nga zona e Pusit të Mezinit për të përfunduar në fshatin Tragjas, Kanina është një prej fshatrave e cila preket më tepër nga ky projekt. Për shkak të këtij projekti, në fshatin turistik të Vlorës është devijuar tashmë edhe hyrja kryesore në këtë fshat. Fshati me histori qindravjeçare si Kanina, për herën e parë pas shumë dekadash, do të ketë një hyrje të re, jo atë që ka patur më parë, por në një drejtim krejt tjetër, të rësisht ndryshe. Mbyllet përfundimisht të qarkullimi rrugor hyrja e vjetër e fshatit të turistik piktoresk të Kaninës. Ajo zëvendësohet me një tjetër projekt të realizuar në këtë fshat, i cili ka krijuar edhe hyrjen e re të fshatit Kanin, pikërisht në fillesat e projektit për bypassin e Vlorës. Hyrja e re për në fshatin Kanin i orienton drejtuesit e automjeteve, por edhe qytetarët që të frekuentojnë bypassin e Vlorës, pasi veç se kalimi në këtë bypass, ata nuk kanë asnjë mundësi tjetër kalimi. Praktikisht në fshatin Kanin kemi një rrugë të vetme kryesore dhe ajo është segmenti rrugor i bypassit, i cili në hyrje të Kaninës është i ndarë në dy degëzime që përfundojnë pas disa kilometrash në një bashkim të vetëm. 250 metra përpara hyrjes së vjetër të fshatit Kanin, e cila bllokohet, është vendosur një tabel që të paralajmëron për diçka të tillë, teksa si rrjedhoi e mbylljes së hyrjes ekzistuese, vlen të theksoj se janë shmangur disa banesa, por edhe biznese në zonë, pasi automjetet duke marrë tashmë një tjetër drejtim të qarkullimit rrugor, nuk kanë arsye për të avancuar udhëtimin e tyre drejt hyrjes së vjetër të fshatit, duke shmangur në këtë mënyrë një pjesë të rrugës së vjetër. Problematik mbetet edhe fakti që shumë automjetet të cilat dalin nga hyrja e re e fshatit Kanin e krijuar përballen me një rrezik konstant për aksidente. Në krahun e tyre të djathtë, për në hyrje të fshatit, nuk kanë fushpamje të automjeteve dhe duhet të bëjnë tepër kujdes. Ndërkaq, janë të detyruar që të presin derisa në segmentin rrugor mos të ketë më automjete, por të futur në këtë mënyrë në qarkullim në bypassin e Vlorës, pasi po flasim këtu për një segment ku 10 makina qarkullojnë në çdo orë me shpejtësi të lartë. Ndërkaq, pjesa rrugore ku më parë ishte vendosur hyrja e vjetër e fshatit Kanin ka mbetur pa u rehabilituar. Është kthyer dhe të ngjan sot me një grumbull mbetjesh inerte që ka nevojë për një projekt rehabilitues. Nuk dihet nëse në vazhdimsi, në kuadër të punimeve për bypassin e Vlorës, edhe kjo pjesë do të rehabilitohet ose jo.